Drenasi është një komunë jo aq e madhe, po me një zemër të madhe, ka njerëz jashtëzakonisht bujar, njerëz që të mirë presin, njerëz që dojnë dhe njerëz të cilët janë të lidhur ngushtë me Partinë Demokratike të Kosovës që nga pas lufta e deri më sot. A është garë brenda vetë PDK-s? A është me marë parasysh që zoti Ladrovci ishte pjesë e PDK-s, nuk e mori nominimin e morët ju, apo perceptohet brenda Drenasit si garë brenda vetë PDK-s kjo? Është tendencë kryetarit në ikje mi perceptu si një garë brenda PDK-s. Konsideroj se këto është gjithçka e qartë. Partia Demokratike e Kosovës në Drenas dhe në gjithë Kosovën e ka veç një adresë. Dhe ajo është numri 191. Njëkohësisht ajo ka ato tendencat sepse PDK-ja në Drenas është partia e madhe dhe me idenë që me marrë njerëz të PDK-s, me kriju një farë hutije, një gjendje amollie të qytetarët, po gjë e cila nuk është e vërtetë. Zoti Ladrovci për 9 vite ka qenë kryetari komunës në llogën e PDK-s. E ka shfrytzu llogën e PDK-s dhe në momentin kur ju nënshtruam një procesi të brendshëm të Partisë Demokratike, një gare krejt demokratike, dhe rezultatin kryesi ishte se çysh ishte, unë e mora nominimin, jemi mësu mi dëgju tonë kohën të i thonë, s'ka kush që më largon prej Partisë Demokratike, mirë po, ajo vetë largu dhe sot garon me një iniciativë private, personale, dhe kjo është dëshmia më e mirë që e vërteton se çfarë interesa ka.